Protesta e zhvilluar këtë të martë përpara Kuvendit në të njëjtën kohë me seancën plenare u mbyll me tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Tubimi nisi në mënyrë paqësore, ndërsa qytetarët u mlodhën për të shprehur pakënaqësitë e tyre përmes pankartave, thirrjeve dhe sloganeve kundër qeverisë dhe klasës politike. Situata ndryshoi në momentin kur ministrat dhe deputetët e mazhorancës nisën të largoheshin nga Kuvendi me automjetet e tyre zyrtare. Për të mundësuar daljen e automjeteve, forcat e policisë krijuan një korridor sigurie, duke larguar protestuesit nga hyrja e parlamentit. Ndërhyrja u shoqërua me shtyrje dhe momente tensioni, ndërsa qytetarët kundërshtuan veprimet e efektivëve. Në kulmin e përplasjes, protestuesit hollën vezë dhe bidon me ujë në drejtim të automjeteve që transportonin përfaqësuesit e qeverisë dhe deputetët e Partisë Socialiste, duke i kthyer ato për disa çaste në një tabelë qitjeje. Mes brohoritjeve kundër qeverisë, tensionet vijuan për disa minuta, derisa automjetet zyrtare u larguan nga ambientet e Kuvendit nën shoqërimin e policisë. Pavarësisht incidenteve, protesta përfundoi pa raportime për persona të lënduar rënd, ndërsa forcat e rendit rikthyen normalitetin në zonën përreth parlamentit.